i përmenim gabimet, atëra qysh me diton se Allahu Gjalla Vala po më dënë. Normalisht, dashuria Allahu ndaj teje, fillon për teje, kur ti e dën atë. Mirë po, pse na mashtruhemi, e pretendojmë do të thotë ato që nuk është e vërtetë, ka mundi që kjo pretendimi joni me qenë, do thotë jo i vërtetë, pastaj Allahu mos më na dash. Ka se ti Allahu në don realisht, Allahu Gjalla Vala ta kthe me dashuri të shërfisht edhe ty të dën. Qysh e din ti se apo don Allahu Azza wa Jall? Realisht e pastaj që përmes së dashurisë ty Allahu Gjalla Vala më dash. Pika e parë vllai dashur, më mirë. Pika e parë, shenja e parë në barometër, që sinjalizon se ti e don Allahun është a gëzohesh kur takohesh me ta. A ka mundësi dikush që e dën dikën mos më gëzu kur të sheh? S'ka mundësi. S'ka mundësi. Mirë, veç armiku s'ka që me pasë. Kanë dën me po, dhe me lejt me ta. Mirë, ti këtë takim me Allahun namaz, kur vjen vakti namaz, ta gëzohesh. Mate ti vetëm tonë mate. A gëzohesh me takimin me Allahun Azza wa Jall, që keni namaz? A mend si çpret? Me ra Allah në sejdë më për ul. Çka shënia se a don ti Allahun subhanahu wa taala. Edhe më përpara po shkoj. Ndjenja e përmallimit. Me të marrë malli për dikën. A e ndin në zemrën tonë për dikën që e ki në Gjermani? E ndin. Apo së në nalti, të merë malli për ta. A të ka marrë malli nërë për Allahun me pa? Më taku me Allahun Azza wa Jall? A e përmallu nërë për Allahun subhanahu wa taala? Do të thotë përmallimi cili me të vërtet e ninti, sikur se ushimin. A ke pa? Kur je und, trupi ta lip, lëviz trupi. Apo diçka mrena lëviz për që kjo është që na për kërkojmë për muslimanëve. Sikur se në çështjet materiale, si sa mbuk dhe më kryt, barku janë nis, zor me lidhrit. Çfarë është të për aspektin shpirtëror? Si të lesh mungu diçka me të lëviz e mrenshme jote për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj sa e përmallu për takimin me të, dije sa është përmallu për takimin me ty. Sa e ke dashur dhe e gëzu për takimin me Allahun Azza wa Jall, edhe Allahu e ka është gëzu edhe ka dashur takimin me ty. Prandaj sikur se transmeton Aisha radhiyallahu anha, ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ah." Kush don që mu taku me Allahun, Allahu e don takimin me të. Shaja wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ah. E kush e urren nuk don mu taku me Allahun, as Allahu s'don mu taku me të. Pa ti mate vetën tonë, këto janë çështje praktike vëllazë. Islami nuk ka diçka iron, që na e kanë rënë, na e kanë bërë diçka që kush e çka është. Islami është shumë i thjeshtë, që përjeto, ndije zemrën tonë këto, dije se e ke mirë. Nuk ka diçka të rënë as diçka të pakapshme. Është diçka shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë që ka mundësi të përjetohet. Shajteta që e din se je mirë, je duke dashur Allahun Azza wa Jall, se këto gjitha që përpënan janë ndoshta tema të gjata, vetëm me fol për takimin me Allahun dhe gëzimin në adhurim ndaj tij është punë e madhe, po e pëlqej vetëm si stacionin këtë rrugë që ti pastaj më e mat pozitën tënde që e ke ndaj ose që e ke tek Allahu subhanahu wa taala. Çështja tjetër që duhesh ta dish se përmes cilës e mat ti sa a don ti Allahu faktikisht, a don ti Allahun realisht? A ka në zemrën tonë vend për dikën dhe për Allahun Azza wa Jall, apo veç Allahu është aty? Nëse Allahu don, të bën me kon i lidh vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Nëse je sinqert, atë nuk kthehesh ka askush. Shikoni jetën e përditshme të njerëzve vëllazë. A keni një herë, inshallah keni një, pasi që keni se ka Allah herë, ka Allah të mina, po vlas e kje që Allah po fëtar na ka mujtë. S'ka mejlis të ubim që të bunë të njerëz e që nuk kanë kohën. Wallahu në kështut, wallahu në kështut. A keni bua kje dhe me thonë që elhamdulillah që të ma dha Zotin, e bu ma bëllë shumë rrallë. Të me thonë, zemrët nuk është e mështë me Allahun Azza wa Jall. Ti po një nevoj më ankuti dikush të një rabë. Ankjesa e tepërt, e pa nevojshme të dikush, është shenjë që zemrën tonë nuk është e mbushur me Allahun subhanahu wa taala. Dhe ne përparësi diku tjetër pas Allahut Azza wa Jall,
thret ezani hayya ala salat, e ti angazhon dikun tjetër, këshire ma të vete se kënë e kim zemrën tonë. A ki Allahun apo dikun tjetër? Allahu thot që kjo punë është haram. E njëvi thot që kjo punë t'i bjen 10.000 euro. Ti këshire kënë e kim zemrën. A ki Allahun, a ki haramin. Nëse ki Allahun zemrën, nëse ta ka mush Allahu zemrën komplet, s'ka vënë për kurgjë. Sikur se kjo gotë, nëse mushët plot, veç ujë. Për me qiti qëka të tërë, do të me derë pak, pas e me qiti qëka të tërë. Që është edhe zemra, kur mbushit me Allahun subhanahu wa taala, nuk ka vend për diçka tjetër. Ne do të mbush zemrën tonë komplet për vetëm me Allahun subhanahu wa taala, që mos ketë vend diçka në zemër pas me dashurinë ndaj Allahut azza wa jall, e që pastaj këtë e marr në jetën tënde të përditshme. Çka tjetër që po kaloj si kalim di këto pika, për shkak se dhe koha po kalon. Nëse bush najna rab të Allahut, apo robi është vizbeqar, argat, apo nëse bush rab të amani Allah që është duhet, të apon që kur të punojsh edhe më knajsh duke punu. Së të apon punën e ronë. Pse? Se ti vazhdimisht je duke e di se aj që ti përdojnë për të këshyrë. Për në njeri që ka shku me punu të një njeri, edhe i ka thonë ki me ly që të dhonë. Edhe duke u ly, i ka unë qëtë edhe për këshyrë që shpo punat. Apo në që njëri njët, apo sikur se kishme punu mos me konë sot një aty me këshyri me dojë për jashtë. E pa ndryshim se kur të këshyri punan, mënohet çdo pikë, mënohet çdo sen me ndrejsh. Prandaj edhe kur ka në teleshëgjigje që e qënë të mirë një sen me ndrejsh, mënohet çdo pikë me akry. Pse e rënd ka shumë, po e kryve, e ndrejqe. O braj që ma ka pru, e këshyri, hallë për pe, fije për fije e këshyri. Apo, që është edhe Allahu të këshyri. Allahu azza wa jalla ta këshyri punën, fije për pe. Këshyri të aman që është me krymë punë, që është për qëtë të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, nëse ti e dënë Allahun azza wa jalla, atër obligimet e tu janë ndaj ti, janë të leta, janë të dashur, janë të shishme për ty. E njën sikurse do të tëtë, sikurse pushimin, angazhimin ndaj ti. Prandaj kur ti shikon përpara muslimanët që janë angazhuar në adhurim te Allahu azza wa jall, ku çush ka mundsi njëri që ka shumë me bëu për Zotin. Nëse na nuk mund me kuptu këtë çështje, për shkak se nuk jemi nështë në shkollë aty që kanë qenë para neve. Po seko në rast se shpesh rakum cek, ai është më lart se edhe sot me një ligjërat në xhamin hutbën atje. Kur ka ndodhur lufta e Uhudit, ju ka ndodhur një fatkeqësi e madhe muslimanëve. Kanë qenë duke fitu, pastaj duke shku kapitoria, ka ndodhur dështimi për shkak se kanë prish një urnën të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka filluar të shpërtallu safat. Sa që është përhap mes në sahabëve se ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky lajm i ka plotësuar plotësisht sahabët. Disa janë ul, disa kanë filluar me çajt, disa janë nisë ka armiku, janë prish safat. Atëherë është ngrit Enes ibn Nadr radiallahu anhu, edhe është vërsul dhe të armikut. është vërsul drejt dhe të armikut. E ka kam Sa'd ibn Abi Waqqas për dorë. Ka dalë ku nisë, ka dalë. I ka thonë shumë ja Sa'd, ka se vallahi inni la ajidu riha al-jannati min duni Uhud, unë i pjani erën gjenetit, hala pa mite kodra e Uhudit bjën për besimtarët. Hala duke të konë të punu këtu, Allahu ta qënë erën e shpërlimit me një duke qenë këta. Nëse po është rabi në dur, i danë si Allahu azza wa jalla. Pasuja dhe Ibn Taymi rahimullah një problemat të ka thonë, me të vërtet, në këtë dynja është gjeneti. Kush hinë gjenet në kësë dynjaje, s'ka me hinë gjenet në asë dynjaje. Duke konë këtu, për e tënë të knatësin e caktume që Allahu t'jabë shaja, pregadit fillimisht, për ato martëmonë që kime pasat jabë. Pasuja ti leson ibadetet, të leson adhurimet, të leson agjerimin, e keni po për para, kur kam punu me punë fizike të rona, baballarë tonë ose gjyshin tonë kësë më radhë, agjerushëm, edhe kam prodhu ma te për sësa që kam prodhu jashtë Ramazanit të aman. Pe ka kjo letësi, pe ka kjo fuqi, pe ka kjo knasi, pe Allahut azza wa jalla se ka qenë shajë se Allahu i dënë, e pastaj ju kanë ndihmuar edhe në ibadetet që Allahu i falë. Allahu do thotë i dënë. Për të arsye, ne jemi të urdhëruar në çdo namaz me kërkuar ndihmë pe Allahut në ibadetet tona, nga se Allahu nëse nuk ndihmon, nuk i mundsi me kryes asnjë ibadet. Për të arsye, edhe kur thirr ezanit, kur thot hayya ala salat,
edhe hayya alal falah, apo e janë në namaz, e janë në shpëtim. Çka dush me thonë ti? La hawla wala quwwata illa billah. Çu dush ti? Çka ka lidhje hayya alal falah me la hawla wala quwwata illa billah? Çka ka lidhje kjo dyja? La hawla wala quwwata illa billah është nuk ka ndryshim gjendje, s'muna çështu që jam ungjën, mu çun kom. As nuk ka fuqi që më jap për mes për para, por as nëse Zoti më jap kur. Çka është hayya alal la hawla wala quwwata illa billah? Çka ka lidhje hayya alal falah me la hawla wala quwwata illa billah? Që do të thonë, nëse Allahu s'm jap kuvat, as në hayya alal salat s'ka mundësi më shku, as në hayya alal falah s'ka mundësi më shku, çdo sa është lidh me nëse Allahu të jap suksesin edhe të jap Allahu fuqinë, e të jap Allahu kënaqësinë për mes për para. Prandaj çdo namaz ti thur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhuroj, mi po veç për ti ndim kërkoj që të ndihmosh në këtë adhurim apo. Nëse ty don Allahu të ndihmon. Nëse ty don Allahu azza wa jall ta bën të shishëm ibadetin, ta bën të kënaqshëm ibadetin, ta bën të do të lezetshëm në shtimin ndaj tij apo. Allahu na nuk na bën sikurse munafikat, që thot Allahu azza wa jall idha qamu ila salati qamu kusala la yadhkuruna Allah illa qalila. Kur çon namaz nuk çon pas dembela, edhe kur të hinë ta se përmend Allah pas pak. Çdo mund nuk e përmend Allah pas pak, veç pak i kanë me aty. 90% meve i kanë për jashtë. Që thon ata që janë dyftysha, hipokrit, Allah në rrët me kumpityne. Ata që dojnë Allahun, çfarë në namaz? Ata janë të cilë të tëtë, e përjetojnë këtë ballavaqim të me Allahun subhanahu wa taala, edhe e përjetojnë çdo fjalë që e thojnë me përkushtim të plotë dhe maksimal ndaj adhurimit që e kryejnë ndaj Allahut azza wa jall. Pa e vazi përsi do të përse ato që ka thashë edhe më herët. Islami nuk ka filozofi, as nuk ka vështirësi, as nuk ka don sinqeritet. E don vërtetësi ti je i vërtet me Allahun azza wa jall, dhe vallahi ti më kon pjedësore të shkollës më të larta të mundshme të besimtarit apo. Prandaj sahabët e Muhamedit alayhi salatu wasallam as kanë pas fakulteta, as doktoratura, as kurçë, mi bëna këtë bashkë me punë, nuk keni mundësi ndoshta me mri sa gjysmë njëri që e ka bë. Prej kakja e ka kuptuar fjalë shumë thjesht. Allahu bur po don pëti që shtot. Çfarë kam ditë tash? Po don pëti thjesht, kur të që shtot më apo. Hecmo. Na kem çem një 10 ligjërata mi mush për me lëviz një hap. Ata kanë pas 10 hapa me një ligjërat. Ky është dallimi që do të dallojë për ty apo. Prandaj poezia edhe një dallim i cili do të thotë e çasën më tepër këtë nasit të ibadetit, që se ka mund që nëse don Allahu, mund të më kunosh me ibadet. Kur ka zbrit fjalë Allahut azza menden alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Kush është ai që jep Allahut borx të mirë? Kurani është kjo. Ka thonë jahudit, i pas ka varfënu, Zoti Muhamedit për ka borx. Çështu kanë thonë? Pse? Se zemrën e ka të presh, si mundson Allahu më kënaq me këtë ajet. Shikojnë që shkanë folë këta, që shkanë folë sahabët. Kur ka zbrit kjo ajet, ka qenë një sahabi i pejgamberit më ullën. Afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka pasur Abu Dahdah. E ka pasur Abu Dahdah. Kur kush më neve, nësa nuk e nxeh. Po Allahu e njeh. Ka pas një kopsht të madh. Edhe ka thonë, ja Rasulullah, Allahu po kërkon për neve qard, po kërkon për neve borx, më dhon, me ndihmu Rabbet Allahut për Allah më të qardan hasanan, fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira, që t'ia shon Allahu shumë fish. Shënë dallimet. Ai jahudia sërë ka pretu, po na lip ka ran, si mundson Allahu, se Allahu nuk e don, që ta si mundson më kënaq me ajetet dhe hadithet e tij. Ato që Allahu e don këtë sahabi, e ka mundsuar për tu. Dhe ka thënë ja Rasulullah, wallahi nuk kam kurrë më shumë se një kapli i cili ka 600, domthon 600 druj të hurnëve, të palmeve. 600 hurnë i pas në atë kohë, ka qenë pasaniku i Medinës. Dhe që ka qenë pasunia e asaj kohe. Ka unë kejtë janë Allahu të bërë se Allahu ma këthen borës dhe ma shumë ato. Ka shku pasaj të kopshti i vetë, edhe i ka thonë grus, ja u me dahda, o fisnik, o i filone, për ana e ka dhonë, s'ka dosh me hi mo heq mrena. Nuk ka dosh me hi as pak, mrena në kopsht. Ka u merit mit edhe dhe për jashtë, se kjo karë për i sot është i Zotit. Ka kalzot kalaj, ama nuk pretot kalaj. Wallahi nuk e preton kalaj, pas ato që Allahu e donat. Ne po them atë kur don, këtë let i bëna. Por asoj sahabët e kanë pas let. Prandaj edhe kur ka vetë Muadh radhiyallahu anhu pejgamberi sa, ja Rasulullah, ka thënë për një punë që më çon xhenet, edhe më largon prej xhenemit, ka thonë laqad sa'altan azim, ke vetë për një punë të madhe, wa innahu la yasirun, mirë po ajo punë është e lehtë, për ato që Allahu ja lehtëson ato. Me kur Allahu ta lehtëson,
Ata nuk ka. Për arsye, çdo rast të sahabeve ose të burrave të mëdhenj që e sheh, çka kanë bë, s'e kanë bë vet. Nuk ka mundësi vet, po Allahu ja u ka lecu, pastaj ka qenë për ta shumë e lehtë. Edhe sakrificat e tilla që para ka më jetë, edhe sakrificat më të mëdha ata. Po ka edhe pika tjera, po duhet të përfundojmë që edhe me një pikë tjetër se kjo pika e tretë është më shumë e rëndësishme që ta shijojmë adhurimin tonë te Allahu Azza wa Jall. Kur ka bëu hijrat pejgamberi son në Medinë, ka flet në shtëpinë e kujna? Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Shtëpinë ka flet. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu e ka pasur shtëpi me 2 kat. Ta soi koha, se jo 2 kat soi koha. Edhe ka thonë ja Rasulullah, ti hyp nal ka 2 tonë poshtë. Ka thonë pejgamberi nuk më ashtu, sonë kam musafir. Vinë dalin vindës me vete, do të më hyj përmes teje, s'kam pas 2 hyjme, do të më hiq te shtëpia me hyj nal të bëjnë terash. Lë mu poshtë me lej. Po ja Rasulullah, s'moj me lej për mi te jon. Nuk moj me lej për mi ti poshtë me lej s'moj. Atëra ka thonë, pejgamberi kupton se është më lehtë për mua. Edhe ka pranuar Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Natën ka pas një kufe me ujë. Edhe gruaja të pa kujdesis e derdh kofën me ujë. Edhe Abu Ayyub friksose po pik ujë poshtë. E ka pas një çarshaf unë me to që ato ka shpejtuar dhe ka mbledh ujin më një herë, edhe ka shkuar në një qysh. Ço do mos vet apo. Ose pik ujë. S'ka pas më çka më mlu, edhe nuk ka pranuar ushtran herë. Thon subhanallahu, unë po shtrana me një kulm që ndërtosh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vallahi zbot kërkura. Ka shkuar në qysh domostik, tan natën i pamlum ftoft. Edhe pas 3 e ka kalu natën ato. Kjo s'u bën gjithkusht apo? Ai me dashuria e tepërt, edhe e madhe, bën këto sakrifisa. Kur Allahu e lecon ato. Edhe kur qullu sabah, ka ja Rasulullah, vallahi le të vini që musafirë se s'mujën me net munalt korra. Edhe pejgamberi pastaj ka pranuar me shku katën e dytë, ka fletë Abu Ayyub al-Ansari katën e poshtë me gruën e tij. Ai shikoni vazhdimisht se këtë rast kur na i lexojmë, ne na duket si lloj tregime që ndoshta e kalojm kohën me to. Kto kanë qenë realitete, sa të kanë ndodhur diku në histori dhe ndodhin vazhdimisht tek muslimanët e vërtetë të mirë të drejtë. Mi po kur ndodh kjo? Kur ti bosh sikur se e fillova, kur ti bosh dikush tek Allahu Azza wa Jall. Kur ti bosh dikush ti ki emën tek ai, atë Allahu subhanahu wa taala ta mundson që ato çka është tepër e vështirë, u bë shumë e lehtë për ty. Prandaj edhe një herë më kujtohet, ka ndodhur kjo në Kairo, ka pasur disa prediktorë mashallah, e falshin namazin shumë gjatë. E andere një xhamatli i ka thonë hoxhës, hoxh, me pa pas bosh një kurozor çelikut i shtypi namazit ton. Çka gjatë e ke zgjat. Atë hoxha i ka thonë, o vëlla jam, jo veç çelikut, po me pas 10 fish, apo nëse nuk e ke ndihmën e Allahut dhe kënaqësinë që flasim për ta, edhe 10 kanë mundësi kemi mujt me qendruar. Ai son njerëz thonë, motra muslimane, çysh po mund të kish zhak e mlumë me kon. Ajo e ka ndoshta shumë më flas ato që po sullafon. Se vlerësimi, kënaqësia kur Allahu e don dikon, ja bën lehtë me i merrnu pastaj atë, sikurse muslimanët me praktikuar të gjitha obligimet që Allahu xhalla wala i ka kërkuar për tij. Prandaj kur Allahu don ta lehtëson çdo sen, ta bën të kollajshëm çdo sen, ta bën adhurimin e lehtë, ta bën takimin e të lehtë e kështu me radhë. Mi po kur ai të don ty. Prandaj nëse dëshirojmë të arrijmë kënaqësinë e Allahut edhe dashurinë e tij, edhe ai që më na dashur, kjo ka metoda të shumta. Mirë po esenca dhe kryesore e kësaj është pasimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mos le fjalët e tij që ndëgjon e që mos përpjekësh me e praktiku ose haram të tij që nuk përpjekësh me largu, ka se Allahu azza wa jalla thot: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj nëse ju e doni Allahun, pretendoni si fillim, atëherë pasoni mua Muhamedit sallallahu automatikisht yuhibbukumullah, Allahu xhalla wa ala ju don ju Allah. Palusim Allahun të mëson që të jemi vazhdimisht në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që ajt në don neve, edhe që të na bën të lehta dhe të kënaqshme të lezetshme adhurimet ndaj tij, edhe të kënaqshme të gëzuar ditën e takimit me të, e me